Tani më, Gjafer Gashi, me sa duket ka dhënë dorëheqje nga të gjitha pozitat në lidhjen demokratike të Kosovës, nga që me një rezultat shumë të ngushtë, humbi këtë garë, karshi lëvizjes vetëvendosje dhe kryetarit të tanishëm Halil Thaçi. Po që gjatë ditës së djeshme, me një herë pas publikimit të rezultateve të para, Gjafer Gashi, si kryetar i degës së lidhjes demokratike të Kosovës në komunën e Obiliqit, po ashtu dhe si antar i Këshillit të Përgjithshëm të lidhjes demokratike në nivel qendror, dha dorëheqje në një paraqitje publike me njerëz me pjesëtar të degës së LDK-s në Obiliq, sepse tha që merr përgjegjësinë ai për humbjen e zgjedhjeve të djeshme dhe tani është koha për të tjerë kësaj dha automatikisht dorëheqje nga të gjitha pozicionet e tij në kryerje të lidhjes demokratike të Kosovës. E po besoj që ky ishte rasti i parë dhe i vetëm gjatë ditës së djeshme që ndodhi që një kandidat të dalë dhe ta pranoj humbjen, ta pranoj rezultatin në këtë mënyrë dhe të jap dorëheqje morale mbi përgjegjësinë e humbjes së rezultateve. Të tjerë kandidatë kanë pasur festime dhe urime, duke uruar njëri tjetrin, por duke u dhënë dorëheqje sikur Gjafer Gashi nuk ka bërë askush. Kujtojmë se Gjafer Gashi ka qenë kryetar i komunës së Obiliqit nga viti 2013, njëherë si pjesë e Aleancës për Armërinë e Kosovës, më pas një mandat si iniciativë qytetare e pavarur, si kandidat i pavarur, thuajse ndonë se si iniciativë qytetare ka qenë, e më pas erdhi edhe u bë pjesë e lidhjes demokratike të Kosovës dhe u bë pjesë edhe e nivelit të qendror duke qenë pjesë e Këshillit të Përgjithshëm të këtij subjekti. Ndërkaq atje tani do të udhëheq Halil Thaçi nga lëvizja vetëvendosje, i cili dikur me 300 vota diferencë, afër 300 vota, pra doli fitues nga këto zgjedhje. Gjafer Gashi ne kemi pa goxhan disponim edhe gjatë ditës së djeshme kur u prononcua për mediat me njerë pasi kreu dhe të drejtën e tij për të votuar ishte shumë disponim. Mirë po, mbrëmja nuk i doli me sa duket ashtu. Krejt në fund ka ndryshuar rezultati sipas dhënave që rifreskueshin në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, pra fare në fund dikon rreth kur kanë ardhur tek 70% i numërimit të kutive të votimit, aty ka nisur ndryshimi, sepse edhe ashtu duket rezultati i ngushtë për 300 vota. Në këtë rast është i vetmi moment që në komunën e Obiliqit i dyti i raundit të parë del fitues në raundin e balotazhit. Pra rikthimi, i vetmi rikthim nga raundi i parë në balotazh është në komunën e Obiliqit, pra Halil Thaçi vetëvendosës del në pozicionin e parë. Ka pas ndonjë koalicion në këtë komunë paraprakisht, qoftë nga LDK apo vetëvendosje me parti të tjera? Nuk kam pa ndonjë informacion që është bërë buj, si janë marrë fort edhe mediat, por nuk është proklamuar diçka e tillë ka shi kësaj situate. Do thotë nuk kam pa diçka mbi koalicionin, mbi partneritetet. Ndonë se normalisht që Gjafer Gashi ka pasur afërsi me shumë partnerë edhe në për zhvillimet të tjera, me parti tjera, duke qenë historikisht gjatë në pushtet, ka pasur një farë afiniteti ose afërsie me subjekte tjera opozitare. Sepse ka qenë dhe në Aleancën për Armërinë e Kosovës, sido që tjetë kjo nuk ja mundsoi që ai të udhëheq Obiliqin edhe për 4 vitet e ardhshme. Do të diskutojmë edhe ndonjë tjetër, do të lidhemi pas pak me kolegën tona Amandina Hasani, sapo ta kemi të gatshme, regjia sigurisht që do të na informoj për cilë ndoshta edhe më shumë detaje nga tereni, meqense se gjatë gjithë ditës së djeshme Amandina ka qëndruar në Obiliq për të ndjekur nga afër zgjedhjet, procedurat, atmosferën dhe shumë çka për cilën ka raportuar vazhdimisht. Vlen të përmendet që Halil Thaçi ka qenë edhe deputet në Kuvendin e Kosovës, dhe 2 herë kandidat për kryetar të Obiliqit edhe në zgjedhjet e 2021-s ka qenë kandidat, por që edhe atëherë kishte humbur, por që tashti del fitimtar pas 2 tentimesh në garën e Obiliqit dhe kësaj do të ketë një mandat 4 vjeçar, ndërkaq në pozicionin e asamblesë është lidhja demokratike është më përpara me vota dhe me asamblesë, kësaj obligohet këtë radhë edhe Halil Thaçi të bëjë ndonjë koalicion me ndonjë subjekt tjetër brenda komunës së Obiliqit për të qeverisur mirë dhe për të çuar përpara ato planet ose projektet, sepse çdo gjë thuajse duhet të aprovohet edhe tek asambleja komunale. Arbreshu ka është bashkuar në këto momente, me më gjas Arbresha. Se me zjarët të pak edhe
pakit grimin s'kene edhe më fut shpejt studio, në mëngjesin falë. S'ka lidhje e kuptueshme edhe. Po rezultatet me rëndësi kemi, kryetarët i kemi që kjo është më e rëndësishmja, zgjedhjet të krynë lokalet. Hekëm edhe një derë. Hekëm edhe një gajle, edhe një parë zgjedhjet të kryera, po gjithsesi. Ke qenë në kryeqytet, Arbresha gjatë ditës së djeshme, që ka qenë atmosfera, a shprit ky rezultat, ke biseduar me qytetarët, ndoshta me subjektet politike? Po, në fakt, rezultati pritshëm që zotëri Rama do të fitonte, përveç që ato rezultate dolën në exit pollin një prej tyre në Klan Kosova. Kemi diskutuar dhe më herët para natës së zgjedhjeve, duke ditur që ai ka pasur disa marrëveshje politike me subjekte të caktuara, disa publike, më PDK-n edhe jo publike. Ka qenë pa diskutueshme që votat mund t'i marrë dhe të udhëheqë dhe për një mandat, shto faktin që situatës politike që ka pas në qeverisi gjatë 4 viteve, pra rezultati pritshëm që vendosja do dali dyti, por megjithatë vendosja që në balotazh për Parim Ramën dhe jo me Uran Ismaili PDK-s, por votat e PDK-s konsideroj dhe të tjerave nuk e rrezikuan dhe e forcuan dhe për 4 vjet, siç ka kërkuar zotëri Rama për ta transformuar Prishtinën, mbetet me pa se ka me transformuar një mend Prishtinën +4, sa i ka thënë 8 vjet i duan dhe 8 vjet dhanë qytetarët në fund. E bënë Partia Demokratike e Kosovës përsëri për Parim Ramën, kryetar Prishtinës? Si çdo garë tjetër kur PDK-ja dele treta në kryeqytet që janë luajtur themi këto lojrat dhe matematikat politike, sepse pa votat e një partie të tretë, ani se asnjë parti nuk e kontrollon votuesin dhe strukturën 100%, ajo nuk do diskutim, por konsideroj që ata kanë zgjedhur mes vetëvendosjes për shkak të irritimit, ndoshta politik në aspektin ekzekutiv dhe rrethana në komuna tjera, prapë më i dhon një mundësi Hajrullah Qekos dhe ata kanë fillu fesën qysh në orën 19 mbrom, kanë qenë të bindur plotësisht në fitoren e tyre. Kryeministri Kurti dhe kryetari i Partisë së Vetëvendosjes ishte në mbrëmje në Selinë Qendrore, sepse duke ditur që ai ka qenë gjatë ditës në terren në Mitrovica atje, e fitoi Mitrovicën se zbën Mitrovicën e Jugut. Siç duket Mitrovica e Jugut, zotri Kurtin e kishte këndellur kështu dhe ishte shumë i lumturuar, sepse për Prishtinën e kisha përshtypjen që ata e kanë pritur këtë rezultat, me arsyetimin e tyre që janë bërë gjithë eksponentë të tjerë politik bashkë dhe ne kemi garuar vetëm e tjerë të arsyetimet politike dhe nuk e komentoj rezultatin e zotri Hajrullah Qekos. Unë konsideroj që zotri Qekos si individ në kuadër televizijës vetëvendosjes, si individ politik, i ka thyer pritshmëritë edhe të tija edhe partijake me rezultatin që e ka arritur në kryeqytet. Është një rezultat i kënaqshëm edhe pse nuk fitoi. Unë konsideroj që po, sepse vetëvendosja mendoj që ka bërë një zgjidhje të tillë ose një caktim të tillë krejt në ditët e fundit nuk ka pas opsione më të mira. Gjithmonë është thënë që zotri Hajrullah Qeko po të kishte qenë në Prizren, vjen nga Joan, e një mirë trashëgimin kulturore, ka qenë pjesë e shoqërisë civile tjerë. Megjithatë, konsideroj që përkundër një zotri Qeko që kemi parë në një profil tjetër, të një djali tjetër, kemi parë edhe me problemet e kryeqytetit, mendoj që ka performuar mirë dhe ai nëse ka ambicie politike për të vazhduar me udhëheqjen lokale, ka lënë një trashëgimi të mirë për të ecur tutje dhe për të forcuar, por Rama pra idhmori edhe 4 vjet të transformimit, se ka thonë si dy pjesë e lojës në futboll, pjesën e parë kom kry, tashmë duhet pjesa e dytë, mbetet me pa, ka me qenë interesante tutje. Pra Rama do të qëndrojnë në komunë për të transformuar... Goxhë duhet ta çekim edhe një fakt, që ka qenë përqindja, nuk i dija ka dallon shumë përqindja pjesëmarrës Prishtina me raundin e parë, a me raundin e dytë? Ose në total, në nivel vendi, mendoj që ka qenë me ullë, a nëse nuk i kom pa shqipë. Në nivel vendi ka qenë përgjithësi në krejt. Me ullë, po. Kjo është rreth 30%. Po, ashtu rreth. Të Prishtina është 20.94%. 100.000, po. So i vjen, numri votuesve 222.418. Edhe kjo është vrejtur dukshëm. Ka qenë ditë me shime, ndoj që shtartë janë lodhur dhe pra, pjesëmarrja ka qenë me ullë, konsideroj. Në çdo vend votim, qendër votimit ka qenë shumë qetë. Kur pyeti se a kanë luajtur rol votat e Partisë Demokratike, duket që jo shumë nëse krahasojmë me rezultatet e raundit të parë. Në raundin e parë që të dyja, pra dhe Hajrullah Qeku edhe për Parim Rama i kanë marrë ato mbi 35.000 vota, ndërkaq Partia Demokratike urani dikon mbi 29.000 vota. Nëse krahasojmë tash dalim me rezultatet të tanishme, 46.000 ka për Parim Rama, Hajrullah Qeku 44. 29.000 vota, pra perumbëllak kësaj 39.000 votat e PDK-s, nuk është se janë enkas për njërin kandidat. Sigurisht, sepse është nëse veç flitet për një koalicion të mundshëm. Jo, po flitet ata kanë një marrëveshje indirekte, është shumë e vërtetë. Atëherë kjo i bjen që votat e PDK-s nuk është që kanë shku direkt
Mirë, ama e partija. Në sekund. Sepse janë do, gjysë ma thuaj që janë. Po, janë do, unë e thash, nuk më thonë në një të shtunë, nuk mundesh me kontrolu votusin, po tjetra është pjesëmarrja, jënë edhe votus të AK-s, 7% ka përformua AK-ja. Këtu i bjen, sepse AK-ja Big Berisha ka dalë publikisht në krah të Po nuk ka rëndësia ka dalë publikisht, sepse na këtë Kristina Adina që është me PDK-ja e ka përkra LDK-n. Jo, domosdoshmërisht 100% është vota e tij komplet. Unë e përshoj këtë matematikë. Me qenë se PDK-ja publikisht nuk ka dalë në krah të Ervaqekut, i bjen që gjysma kanë kalu andej, gjysma andej. Ndërkaq diferencën e ka bë vota e Beg Berishës që ka dalë publikisht. Për 3.000 vota, sepse 2.000 vota është diferenca. Asnjëherë, pavarësisht marrëveshjeve, asnjëherë të 100% nuk e ki votën ati subjekti dhe elektoratit. Sepse në funditës të sjenis, këfar të partije kështë votu, nuk mund të ty me tregu kënë e votën tja. Po, aje qaj që vendos vetë. E vët lutëm, njëjtë ka me pru dhe elektorati për dëkës, ose AK-s. Unë të ditës, aje ka vendos qekun edhe nëse ka pos marrëveshje partija me përparim Ramën. Kuj mur 10.000 vota Hajrullah Qeku më shumë? Po shumir atë, po pikresht, ka mund një marrë gjysë në PDK-s, elektoratit PDK-s. Po pikresht. Votuesi i PDK-s ka qenë për gjysmë. I koncentrum ku ka dashtë, ndoshta. Ka zgjedh vetë nga partia. Po besoj që diferencën ka mundësi me bo votuesi i AK-s për faktin që Big Berisha ka dalë publikisht në krah të... Por dhe shto faktin që pjesëmarrja nuk është thirrës kaluar, është pjesëmarrje me ullët. Po normal. Nësa saj, balas pa me ndajnë votat i Besa Shahinit, sa do të pakta që kanë qenë, potenciali 2%, për shta për thomë, randi 2 e afekton shumë njërën e daljes, e targetimit partive, elektoratit, po ti nuk mundesh me ndiku në njërë absolute të votuse në asë në mënyrë. Jo, nga krejt këto koalicione që janë arritur para zgjedhore në të gjitha komunat, shihet pak ndikim. Pesha e ndryshimit është shumë e vogël. Pra qytetarët po vendosin vetë, po vendosin vetë pavarësisht afektit ose pavarësisht tendencave partijake që bëjnë brenda komunave. Pra pavarësisht koalicioneve në për nivele komunale, qytetarët janë ata të cilët po vendosin vetë dhe nuk po afektohen nga tendencat partijake. Në të gjitha komunat ka qëndruar njëjtë. Thash, vetëm në Obiliq e kemi ndryshimin i dyti del në të parin. E për faktin që në të gjitha komunat tjera, i pari i raundit parë, del për sëri i pari, kjo do të thotë që koalicionit nuk është që kam pasur ndonjë lloj peshe. Ndonjë bujshëm të madhe nuk bërja as Gjilani, sepse pritej që Gjilani përsëri të Albani. Pikërisht mbi 60%. Nuk pati as gjipa që vizitu Gjilani. Edhe në Gjilan nuk është që ka ndiku koalicioni i Lidhjes Demokratike me Partinë Demokratike në këtë. Po ka ndiku, absolutisht ka ndiku kandidat, jo pse Albani ka performu mas mirë të mbot, në ato e dim. Po nuk ka mund në shku në Gjilan, se vendosja ka qenë shumë e sigur që të paktën Gjilanin të flejmë rahasën randin e 2 të keme që të fitore, që ka me i bo Mitrovicës. Sepse për një diferencë shumë të vogël, Albani shkoj në balotaj. Po, pikresht. Dhe na gjithë kemi thonë me nisjen që në base votat e diasporës kanë me ndryshu votat me kush, po nuk e ndryshuan, me gjitha të diferenca është e madhe, 14.022.000, mbi 8.000, afro 9.000 vota, edhe në diferencë të përqindjeve. E kemi thonë, kundërshtari Albani Husenit e ka bo këtë garë që kemi pas një rezultat të tillë. Nuk ka qenë situar, zotëri Huseni. Mirë, Endrita Bajrami ka qenë gjatë gjithë ditës së djeshme në Anamorov, gjithësi dhe në Gjilan, dhe e kemi tani në lidhje direkte, po lidhemi për të kuptuar më shumë se si ka qenë atmosfera mbrëm atje. Endrita, mirëmëngjese. Mëngjes Gonxhe, për ty u këne e nisim, në fakt krejtë ndryshe prej këtij mëngjesi, kur gjithçka është qetë, këtu në qendër të qytetit të Gjilanit, mbrëmjen e së dielës, këtu pati fest me fishek zjarre, me burit të makinave, e me këngë të cilat u lëshuan me zmadhues zëri pikrisht në para teatrit të kësaj komune, cili është pak metra më poshtë nga vendi në të cilin jemi ne. Megjithatë, këtë festë organizuan simpatizantët e mbështetësit e lëvizjes vetëvendosit, të cilët e festuan mandatin e dytë që Albani Huseni e fitoi në ballotazh karshi Arber Ismailit të Lidhjes Demokratike të Kosovës, të cilin e pati kundër kandidat. Albani Huseni në ballotazh mori 61.06% të votave, derisa Arber Ismaili arriti që të siguroj 38.94% të votave. Megjithatë, para se masa të mblidhej para teatrit, një farë
proteste e vogël themi organizua edhe tek Selia lëvizje zëvendosje, ku simpatizantët edhe aty festuan me fishek zjarre, megjithatë në atë ambient Alban Hyseni mbajti edhe një konferencë për media ku ju drejtua gjithë qytetarëve duke i falendëruar për mbështetjen e dhënë e madje i njëjti premtoi që krejt punët të cilat i ka nisur e i ka në gjysmë do t'i çojë në fund e madje theksoi që do të punoj që qyteti i Gjilanit siç thatë bëhet edhe më mirë se sa që është. Megjithatë, vlen theksohet që pas konferencës, diku gati 45 minuta të themi, ka qenë edhe kryetari Alban Hyseni tek teatri ku ju ka drejtuar sërish masës duke i falendëruar sërish. Por nëse i kthehemi procesit zgjedhor, do të thotë gjatë ditës, të cilin e kemi mbuluar bashkë me kolegën Vesa Hoda, procesi ka qenë i qetë dhe s'ka pasur incidente. Faktikisht kemi raportuar nga qendra të ndryshme të votimit, kemi raportuar edhe nga qendra bara burgimit këtu në Gjiljan. Ndonë se vjen të theksohet se veç një orë gjysmë para se të mbylleshin vetë votimet, Lidhja Demokratike këtu në Gjiljan ftoi një konferencë për media. Aty u akuzua lëvizja vetëvendosje se siç thamë po bën presion karshi qytetarëve për ta votuar do si do këtë parti. Vjen të theksohet që fjala është që presioni po vjen nga dega e partisë këtu në Gjiljan. Ne faktikisht në atë lidhje direkte, pasi që kemi raportuar mbi këto akuzat të cilat Arbër Ismaili tha se ju bëhet presion qytetarëve në lagjen Zabel, Dardania e në qendrën e votimit Selami Hallaçi, tha që janë të njoftuar edhe organet e rendit, ne kemi premtuar që do t'i marrim edhe palët e tjera dhe posa që t'i kemi të kompletuara do t'lidhemi sërish, megjithatë në qendrat e votimit kemi pyetur, kemi marrë informacion nga policia po ashtu, megjithatë nga lëvizja vetëvendosje, posaçërisht nga kryetari Alban Hyseni ka qenë pamundur që të merret një përgjigje më herët pasi na premtoi që do të flasë në konferencë për këtë. Faktikisht vlen të theksohet që ne kemi pyetur edhe kryetarin e komunalës zgjedhor këtu e po ashtu policinë njëjtit i kanë mohuar se kanë zyrtarisht ankesa prej qytetarëve faktikisht nëse do të pranojnë presion, madje policia zëdhënësi Ismet Hashani na ka bërë me dije që s'ka diçka që e kam pranuar ndonjë informat të këtij lloji, por nga kryetari i komisionit zgjedhor komunal na është thënë që këto informata i ka pranuar veç nga komisionerët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, se cilët kanë thënë se kanë informata që qytetarëve po ju bëhet presion. Megjithatë, konferenca e Alban Hysenit ka qenë edhe drejt për drejt, e cila është transmetuar edhe përmes ekraneve të Klan Kosovës. Aty e kemi pyetur kryetarin se si qëndrojnë këto, kush po i bën këto trysnit themi ndaj qytetarëve dhe i njëjti ka mohuar duke thënë se pikërisht për këtë çështje janë prokuroria e policia, kushdo që ka informacion të drejtohet organeve të rendit, megjithatë ka mohuar që të jenë të vërteta. Ne padyshim që do të provojmë pak më vonë gjatë kësaj pjese të ditës sa do të qëndrojmë në Gjiljan që ta realizojmë edhe një intervistë me kryetarin Alban Hyseni për të diskutuar më tepër rreth procesit zgjedhor, madje edhe punëve që do t'i filloj, do t'i vazhdoj të themi cilat do të jenë ato më të parat dhe padyshim që nëse do të arrijmë që ta realizojmë një intervistë me të, nëse i njëjti do ta ketë agjendën e ngjeshur, do ta sjellim përmes ekraneve të Klan Kosovës nëpër edicionet informative. Endrita, të faleminderit shumë për gjitha këto informacione që i sollet, përshëndesim shumë dhe të përgëzojmë për punën e palodhshme që ke bërë gjatë ditës së djeshme, por gjithashtu edhe të dielën, dedikuar këtij edicionit të stërzgjatur special dhe zgjedhjeve komunale. Mirë, nëse keni diçka për shtuar për Gjilanin, sepse do ikim shpejt në 2 komuna të vogla. Alban Hyseni ka dalë kogja suksesshëm për faktin që ka arritur ta ruaj numrin e rezultatit të parë, të raundit të parë. 22.264 vota i ka pasur në raundin e parë, tash i ka 22.269. Pra veç 5 vota më shumë në raundin e dytë, ndonë se 12.000 vota më shumë krahasim me përballjen me Lutfi Hazirin në vitin 2021. 2.000 vota më shumë. Po, sepse atëherë i ka pasur 19.000, në fakt më shumë, dikun i bjen ofër 3.000 mbas. Rreth 3.000 vota më shumë krahasim me një mandat më herët 2021, kur përballë ka pasur Lutfi Hazirin. Albanin pedojnë pra në Gjiljan për kundër ankesave, bllokimit buxhetit e gjitha të tjera. Ndërkaq Arbri ka humbur në raundin e dytë balotazhit, ka humbur dikon rreth 1.000 vota më pak krahasim me raundin e parë. Po gjithmonë. Të ndalemi pak tek disa komuna ndoshta më të vogla. Shpagojnë, do na më uru ndryshimet politike në komunën e Nisit.
Fushë Kosovë, zyrtarisht. Është historike kjo e përmendë historike. Nuk pat diçka histori, sepse historitë ndodhin diçka kur ndodh diçka prime historike. Befasi, kështu tamam, tap. Ama kjo e pritshme, po mirë jo e pritshme mas 2 dekadave, kushtimisht. Po, fiks, pas 25 vitesh ndrohet pushteti. 2 dekada e gjithë. Këtë do të shumë? Po. Asë është moment historik për vetëvendosjen kë? është moment historik, por prapë se prapë. Po mendoj që është pak edhe akcidental, Unë mendoj që lëvizja si lëvizje nuk është triumfaliste, për humbse lidhja demokratike. Lidhja demokratike me jetëgjatësinë e tyre, 25 vjeçare, me qeverisin e tyre, ndoshta jo të kënaqshme për të krejt ato ardhje të njerëzve për këto 10 vitet e fundit, nga 30.000 në dikun 67.000 banor, nuk është që ka rritur ndoshta ti. Ama numri votave zyrtarisht është shumë shqetësuese për Fushë Kosovën, që është mbi popullume. 10.000, 8.000, kjo do më thonë dalja as 20.000 vetë si ndalë. është e abishme 51.000 qytetarë kanë pasur të drejtë vote në Fushë Kosovë. 51.000? Po, ato 20.000 do më thonë as 50% i 50 e qatyne qytetarëve. Dikon 20.000 kanë dalë edhe në raundin e parë, edhe tash ato dikon 20.000, jo, dikon 17.000 kemi pasur, 15.000 kemi pasur në 2021-ën. Votus. Do të jetë numëri votuesve nuk është që ka dalë. Ama shumë e ullë, krasim, leqemi numërin votuesve qytetarëve zyrtar, pa është mbi popullume që s'kanë drejtë të vote. Po, nuk janë pjesë e banor. Po, pikërisht. Jo, 67.000 banori ka Fushë Kosova sot sipas ASK-s 2024. 67.000. 51.000 votues kanë pas të drejtë vote të palë zgjedhje, veç 5.000 votues ma shumë kanë dalë në zgjedhje krahasim me 2021-ën. Do të thotë është numër shumë i ullë i daljes nga ardhje. Ndryshimin e kam fjallën në numër për të dalë në proces për votuar. Po e kuptoj këtë që një komunë si Fushë Kosova me shumë probleme me pjesëmarrje ka shtollët për kundër ndryshimit dhe përmbysjes politike, më mleme në kuptu që është funksionon si komunë dhe vetë qeverisje lokale. Edhe qytetarët e kanë përshtypjen që nuk e shohin si komunë, po e shohin si vend ku veç flejnatën, edhe vinë e bëjnë jetën në Prishtinë të ditën dhe funksionojnë, edhe nuk e shohin si përditshmëritë e tyre. Ashtu e trajtojnë Fushë Kosovën shumica që banojnë atje. Nuk është që ka humbë vota krahasuar me 2021-ën, por vetvendosje këto ardhet e reja, këto votat e reja, duket që kanë shkruar vetvendosje. Drenasi e ka votu këta drenasi që kanë në Fushë Kosovë po pojnë. Ka laramani të ndryshme. Po dhe pikërisht se ka shumë nga gjitha anet e Kosovës. Mirë, e përmenda Junikun, Dragashin dhe Kaçanikun, 3 komunat që nuk i përmendëm dhe aq shumë në Kaçanik vazhdon të jetë Partia Demokratike e Kosovës. Po, Partia Demokratike pas interesant ka qenë mënyra e kandidimit të kandidatit të ri në Partinë Demokratike në Kaçanik, sepse Besim Ilazi ka qenë të jeti suksesshëm në komunën e Kaçanikut si kandidati PDK-s me disa pej 2012-ës ka qenë kryetar i komunës së Kaçanikut dhe ka pasur sukses të jashtëzakonshëm sepse thuaj se të gjitha garat i ka arritur me sukses pa balotazh. Ndërkaq kësaj radhe shkoi në balotazh me Jeton Rakën, e Jeton Raka është përballur me Besim Ilazin edhe në 2021-ën, por që në këtë rast arriti ta çojë në balotazh, por pa suksesshëm sepse sa komuna të vogël, i propozuar direkt është koptuar direkt nga Memli Krasniqi si kandidat dhe kësaj arriti të ta mbajë përsëri Kaçanikun si bastion, i themi. Kaçaniku është komunë e vogël, po çam ka radhë mbrëmje kështu të rivon statistikat. Vitia dhe Kaçaniku kanë qenë shumë të përafërt, sidomos Vitia, vetvendosja me kandidatin fitues të LDK-s. Këto është një diferencë 500 sa vota, megjithatë kjo tregon që në zgjedhjet e ardhshme Vitia dhe Kaçaniku në nivelin e përgjithshëm edhe mund të kalojnë në udhëheqjen e vetvendosjes. Në zgjedhjet parlamentare vetvendosja dominon në Kaçanik. Vitia është 8 minimale e vogël. Dy palët të zgjedhjeve të fundit në zgjedhjet parlamentare vetvendosja është fituese në Kaçanik. Po, del shumë mirë struktura në Kaçanik me vota dhe nacional, po pikërisht që kjo ka diferencë 150 vota potencialisht, po ashtu i bie. Edhe kjo tregon që dy komuna ka qenë shumë afër, a ka qenë shumë aktiv kryeministri Kurti, kryetari i Partisë Skënderbeut? Jo, nuk është që është
pa diçka... Se e ka ndo, randin e parë prezidentin Tani Mitrovicën e shpështojsh. Në nuk është pa, por Sokolariti edhe kjo bëhet pjesë e historikut të jetë gjatësisë në pushtetin e Vitis, duke arritur të mbaj, ashtë Zlabovsha është në mandatin e 4 që do ta mbaj si pushtet si kryetar i komunës së Vitis. Unë nuk konsideroj që është shëndetshme në këtë mënyrë ka që gjatësi. Mendoj maksimalisht është 8 vjetë politikisht që konceptoj unë. Zhdyshev do të vazhdoj të jetë kryetar i komunës Junikut dhe për 4 vitet e ardhshme, ani pse edhe ky me një diferencë shumë të vogël. Kjo komunë e vogël, kjo është kriju vonë si komunë, po më intereson se gjithë e kalume në 2021 në kom rastis me raportu në Gjakov Junik, edhe Juniku një komunë shumë e vogël, edhe na konsiderum që këna me kalu shumë letë, Juniku bëjë qendra e vëmendjes e raportimit, pikrisht për garën, sepse në atë kohë dheshte Zotri Kuqi, edhe shehu dëshiron të me rikësy me udheq LDK-ja. Se si komunë, kur ka fillu me udheqin e AK-s. Edhe ato kishin shumë të lashe, më thonë qendra votimit, jo ndërhymje, jo asë, edhe të natën e të nditën ka qenë shumë aktive si komunë me raportu për Junikut. Para vitit 2021, Agron Kuqi ka udheqin në 2 mandate me Junikun. Dhe mund ka habit fakti me gjithë respekt në Agron Kuqit, me gjithë respektin që qytetarët e kanë ndaj Agron Kuqit dhe personalitetet e tij. Por mund ka habit fakti qysh disa parti i rikandidojnë pas një kohë kryetarët e mehershëm. Ish kryetarët e mehershëm, sepse ai ka humbur një herë. Politikisht është e gabuar. Ai ka humbur një herë. Mendojnë që gjë momentumin prapë qatë komunën e njëjtë? Në asnjë rast nuk ka ndodhur. Por ju ne konsiderohet. Kastrati në Kamenic nuk arriti të fitojë. Absolutisht, ai ka shpresuar shumë. Nuk arriti të fitojë. Në Kamenic po ashtu një kandidat i LDK-s ka qenë kryetar më herët më hupi emri, asaj nuk ka mundësi triumfaliste sepse ai ka humbur një herë. Edhe njerëzit dojnë me rifresku me gjenerata të reja, me figura të reja, jo me ato që qytetari më herët ka vendosur që jo, tash bëll e bën e ti, vjen tjetri. Dalim pak tek komuna e Vushtrisë, sepse dhe aty ka qenë një garë shumë interesante. Vetëvendosje bëri një koalicion vetëm me Gjafën, Gjafer Tahirin, jo me gjithë LDK-n, sepse patëm edhe probleme gjatë kohës kur bëri ditur koalicion mes Lidhjes Demokratike të Kosovës brenda për brenda, por gjithsesi prap vazhdon të qëndroj si kryetari kësaj komune Ferit Idrizi nga radhët e PDK-s. Një rezultat i ditur, i pritur, e nisim andrejka me bukit analizën so vota e kam pas ma pak ose ma shumë, me që kemi këto detajes të statistikave, so ka fitu ma shumë Feriti dhe so Vezendosja ka fitu ma shumë, sigurisht që ka fitu ma shumë, se ka pas një pjesë të elektoratit të Gjafer Tahirit të LDK-s një pjesë nga ta, një fraksion i mirë kushtimisht, për vetëvendosjen, momentum i mirë që e bëri këtë ndërhyrje politike, e mendoj që këtu i ka prish punë LDK-s, mandej Zotri Tahirit se që ka përfituar për te asajni nuk e dim ende, me gjithato, rezultati përshëm që Zotri Idrizi do të fitoj dhe do të udheq përsëri Vushtren, ndërsa për kandidatin që ka pasur Sulejman Mehollin, një mjekët, cilën e kom përmendur diku në një emision, u mendoj që pikërisht kjo është një pjatë një rase që partia ja ka siguruar votat, konsideroj që edhe në Vushtri sigurisht e njojnë ka pas pozicione politike, por jo për base për këtë fuqi politike. Por për vetëvendosjen... Me fjalë tjera, ka pas mundësi me qenë një figurë më dominante, një figurë që të ta fitonte? Por nuk ka vetëvendosja dika në Vushtri, ende të konstituar. Nuk shoh që ka një dek ende të... Por nuk ishte asë në Prishtinë, por e sollën qekun, e dërguan Pecin në Mitrovicë, se nuk ishte dikush, apo nuk ishte në interes? Peci vjen nga Mitrovica, si të që të jetë. Sigurisht, vjen nga Mitrovica. Ka qenë asamblesë, e ka një logjik. Por kishte një pozit tjetër. Po, por me gjitha të menoj që vetëvendosja edhe bën që testimin e figurave, që të ardhën me shpërndane për komuna ku shojnë që nuk kanë figurat të fuqishme, me gjitha të për Zotrin Sulejman Meholli, cili më do këtë nuk ka arritur të bë deputet, nuk ka arritur në vetëvendosje, jo, ka qenë kandidat, po i bie që është rritur politikisht dhe në fund të ditës mund të përfitoj për vete nëse jo për publikon. Sigurisht. Në këtë rast nuk bëri punë të thëtë koalicioni me Gjafën dhe thyrja e partisë e Lidhjes Demokratike. Ama soja ka rritë votat, Enes? Mando që të raundin e dytë. Nuk e pashë se keshtë të hullumtu diçka tjetër, sepse Sulejman Meholli është deklaru që Partia Demokratike në Vushtri është asistuar nga lista serbe. Pesha me që çfarë vota ka lista serbe në Vushtri, po pesha që kandidat për kryetar lista serbe nuk pas ka pas në Vushtri. Edhe s'ku di sa votus nuk parin e gjithë, planën se sa votus që kanë sobanur janë në Serbë, në Vushtri, që nuk besoj që mund të jetë
numër i madh që me bot peshen e diferencës 2.000 vota. 2.000 vota, s'ka shans me qenë 2.000 votu sërbë në vështret, s'ka logik. Ma vonë të shtaj Gjemsi si të dhanë rezultate. Kështu njësoj është kritikuar, po e quaj, edhe në rezultatën e 12 tetorit, për shkak se Preluza një fshat që kryesisht panohet nga serbët, aty ka dominu Partia Demokratike e Kosovës. E kemi pas dhe kundër reagimin e kryetarit aktual, Feliti Drizi në emisionin ton, ku a i tha që në atë pjesë kanë të drejtë vote dhe jetojnë edhe qytetarë shqiptarë, cilët kanë zgjedhur të votojnë Partia Demokratike të Kosovës. Edhe nëse janë sërbë, edhe që të jetojnë një komunë, edhe në të knaqën me udhëheqjen komunale, për apër të drejtë të tyre dhe nuk është kur gjë anti-kushtetuse ose anti-ligjuar me votoni Parti Shqiptare, në fund të ditës, nëse ata jo në kej me sigurisht, edhe vetë Feliti Drizi tashë unë jam në qytetarit të gjithë. Lajmi mirë nëse një Serb e voton një Shqiptar, ose një Shqiptar Serb, nëse dojmë shtet demokratik në qytetari evropiane që është konsiderohemi, atëherë do të ishte shumë normale që me qenë bashkarisht në një parti, bile me pas parti. Dhe vetë Drizi ta që unë jam kryetari të gjithëve, pa marrë parasysh cili subjekt politik. Kosova është multietnike dhe ne kemi pranuar dhe bashkëtojmë si të tillë. Kështu që të shkojmë bazë asaj kushtetute që na e kemi. Jemi krejt në fund dhe e kom lajmëruar që sa Amantinën nga Obiliqi, kolega jonë Amantina Hasani, Obiliqi zhvillime interesante pati, diskutuam më herët me Enisin, vetë se po e dëgjojmë dhe po shohim nga vetë kolega jonë se si ka qenë atmosfera atje dhe s'la që janë 3 të fundit nga Obiliqi. Mirëmëngjes Amantina. Mirëmëngjesi edhe për juve në studio. Faktikisht, Obiliqi është kthyer rutinës sot, por nata mbrëmshme ka qenë një ndryshim kaq shumë i madh sa i përket qeverisjes lokale, marr parasysh që kryetari i kaluar tashmë kishte mbi një dekadë që ishte në krye të Obiliqit, ndërkaq mund të themi që nata mbrëmshme ka qenë habitshme edhe sa tronditse, sidomos në momentin kur Xhafer Gashi dha dorëheqje nga të gjitha përgjegjësitë e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Ne ishim prezent në sallën ku janë mbledh simpatizantit të LDK-s. Fillimisht u duk sikur ishte më përpara me vota, për shkak se dikush aty her pas here u tregonte të pranishmeve që po kryesojnë me vota nga ku i vinin edhe informacionet, por që përgjithësisht ishte një heshtje varri, themi ashtu, kur edhe më në fund doli dikush që tha se kjo garë u hum nga Lidhja Demokratike e Kosovës, pas pak nuk vonoi doli ai i cili ishte kandidat dhe kryetar aktual i Obiliqit dhe tha që marr çdo përgjegjësi sa i përket kësaj situate dhe humbje, duke pranuar si të tillë dhe po ashtu që heq dorë nga të gjitha përgjegjësitë e Lidhjes Demokratike të Kosovës, që ishte patjetër e habitshme nga gjithë ata që ishin aty, për shkak se një gjë të tillë nuk është se priten, por mund të themi që Gashi me një zë goxha të dridhur e dha këtë lajm. Ndërkaq festa filloi e vazhdoi nga lëvizja vetëvendosje, por që shiu e bëri vetën dhe turma u shpërnda kështu për të vazhduar me një terren tjetër, pikë takimi tjetër ku edhe i kemi parë edhe pamje që deri në orët e vona lëvizja vetëvendosje ka festuar këtë fitore. Përgjithsisht dita e djeshme në fakt ka qenë e qetë sa i përket mbajtjes së procesit të zgjedhjeve, sa kemi biseduar me menaxherët e qendrave të ndryshme të qytetit, por edhe të fshatrave përreth, nuk ka pasur ndonjë parregullsi, janë hapur me kutit dhe gjithçka ka shkuar mirë sa i përket krejt procesit. Njerëzit kanë dalë, kanë votuar, jo aq sa e pritur dhe jo aq sa kanë qenë edhe në raundin e parë, por që gjithsesi ndoshta diçka më veçantë që do mund të ceknim është që un kam parë shpesh grupe të caktuara të lagjeve ose familjar, numër shumë i madh që kanë dalë bashkarisht për të votuar. Disa thonin që shumë mirë që kemi zgjedhje kaq shpesh, kështu edhe po shihemi më shpesh. Amantina, faleminderit shumë për gjitha këto informacione. Faleminderit shumë dhe të urojmë punë të palodhshme dhe njerë përgëzojmë për punën fantastike që ke bërë gjatë ditës sot me dhe djeshme. Kemi 2 reagime. Po, kemi 2 reagime nga lëvizja vetëvendosje dhe nga Partia Demokratike. Nga lëvizja vetëvendosje ka reagim tash që 15 minuta kryetari Albin Kurti, që i ka falendëruar gjithë votuesit dhe mbështetësit e çka jo tjetër, ndërkohë që thot, tash do të qeverisim në 7 komuna të Republikës, pra më shumë se kur do herë më parë. Lëvizjen tonë se ndali dot as bashkimi të gjithë kundërshtarëve. Ju faleminderit çdo njerit për angazhim, na presin shumë punë e sfida. Ndërkaq reagim ka edhe fiks. Mas
ndërka që reagim kemi edhe nga Partia Demokratike, jo nga subjekti, po nga zyrtarët, është pjesë e sekretariatit Betim Gjoshi, cili ka shënuar sepse nga Partia Demokratike nuk kemi pasur reagim nga asnjë zyrtar pas rezultateve, edhe tash del me një shkrim Betim Gjoshi si pjesë e sekretariatit të PDK-s, duke treguar mbi rezultatet e partisë, thotë që me 187.000 vota është fitore në 6 komuna dhe 206 asambles, PDK-ja dëshmon se është forca më e votuar dhe më organizuar në nivel vendi. Ndërkaq që vjen me disa akuza dhe kritika ka shit të tjerëve, madje thotë që për shembull në Kaçanik dhe Prizren PDK-ja arriti fitore duke arritur sukses kundrejt dy qeverive, qeverisë së Kosovës dhe qeverisë së Maqedonisë së Veriut, duke aluduar që në krah të kandidatëve të vetëvendosjes në Prizren dhe Kaçanik janë angazhuar edhe zyrtar të Maqedonisë së Veriut si pjesë e partneritetit edhe Pa e ka fitu për të kja përzërin e Kaçanikun, përfundimisht. Po, prandaj e ka ngritur si çështje që kemi fituar kundrejt edhe qeverisë së Kosovës, edhe qeverisë së Maqedonisë së Veriut, sepse zyrtar të që janë pjesë e Maqedonisë së Veriut. Po në fund ditës keni fitu për i bjen që s'ka pas ku shka mi u bua, din tash. Pranojeni rezultatin. Dërsa thotë që në garën në Mitrovic thotë se nuk ka qenë e barabartë, se sikur të ishte një garë e barabartë në Mitrovic, Arjani sot do të ishte kryetari më i ri në Kosovë. Do thotë ka bën një përmbledhje për krejt zhvillimin. Do që të jetë 7 vendosja komuna, 7 LDK, 6 PDK. Po. Kështu është rezultati 5 pastaj ka. Po, do të thonë që vendosja u rrit në aspektin lokal, pritet. Po, nga 4 komuna në 7 komuna. Ne 4-7. Faleminderit shumë Venes, faleminderit shumë. Faleminderit Gonxhe, faleminderit.